Ilir Ikonomi nuk është vetëm gazetar I njohur I zërit Amerikës dhe përkthyes nga gjuha kineze, por është një rast I veçantë në studimet historike shqiptare, ku një gazetar nëpërmjet punës së tij skrupuloze dhe një gjuhe moderne rrëfimi arrin të rivalizojë edhe botën akademike me studimet e tij historike. Librat e Ikonomit lexohen si studime të mirëfillta, por njëkohësisht ato lexohen dhe shijohen edhe si rrëfime të gjalla të një bote e cila vjen në bashkëkohësi nëpërmjet një aftësie shprehëse dhe nëpërmjet një rrëfimi të guximshëm, I cili e mban të lidhur lexuesin nga faqja e parë deri në faqen e fundit. Faji Konica, jeta e tij në Washington, por edhe Pavarësia, udhëtimi I paharrueshëm I Ismail Qemalit, por edhe librat e tij të mëpasëm siç ishin Pushtimi apo Esat Pash Toptani, dhe duke ardhur deri tek libri I tij monumental, do ta quaja, siç është Fanoli me vëllimet e tij, qoftë Apostulli, por qoftë edhe Rebeli, Ilir Ikonomi ka arritur tanime të shënjohej si një zë autoritar në këtë lloj zhanri letrar. Te vepra Faik Konica, Jeta në Washington, Ikonomi ndalet te një nga figurat më komplekse të botës shqiptare, duke ndriçuar periudhën amerikane të Konicës përmes arkivave diplomatike dhe personale, larg mitizimeve dhe demonizimeve të zakonshme. Me Pavarësia, udhëtimi I paharruar I Ismail Qemalit, ai rindërton me imtësi një moment themelor të shtetit shqiptar, jo si legjendë ceremoniale, por si proces politik dhe diplomatik I mbushur me dilema, rreziqe dhe vendime konkrete. Libri Pushtimi I kushtohet 7 prillit 1939, duke e trajtuar pushtimin italian përmes dokumenteve ndërkombëtare dhe dëshmive të kohës, pa retorik patriotike, por me qartësi analitike. Në Esat Pash Toptani, Ikonomi sfidon drejt për drejt narrativat e trashëguara, duke e paraqitur Esatin si figurë historike, me interesa, ambicie dhe kontradikta, jo thjesht si tradhtar apo hero. Cikli për Fanolin, me Fanoli, Apostulli dhe Rebeli, përbën një nga përpjekjet më serioze për të rindërtuar jetën politike dhe shpirtërore të Nolit në mënyrë kronologjike, dokumentare dhe pa adhurim të verbër. Noli I Ikonomit është një figurë e madhe, por edhe thellësisht njerëzore. Karakteristikat që I bëjnë të veçanta të gjithë librat e Ilir Ikonomit, së pari janë puna skrupuloze e tij me arkivat ndërkombëtare, kryesisht ato amerikane por edhe evropiane, panësia në trajtimin dhe në rrëfimin e të gjithë personazheve të studimeve të tij. Pra ai nuk I shef personazhet bardhëzi siç jemi mësuar të shohim deri tani, por I sheh ato me ngjyra, I sheh ata brenda një konteksti të caktuar politik dhe shoqëror, por mbi të gjitha ajo që e bën të reheqës librin e Ikonomit është mënyra e të shkruarit dhe gjuha të cilën ai përdor. Kjo sigurisht vjen edhe si pasojë e formimit të tij si gazetar, çka e bën librin e tij jo vetëm të lexuar për një audiencë të caktuar, por librat e tij mund të lexohen nga të gjitha shtresat shoqërore, qoftë nga studentët, qoftë nga studiuesit, por qoftë edhe nga lexuesi I zakonshëm. Pra rekomandimi im për këtë fundjavë është vepra e plotë e Ilir Ikonomit, duke filluar nga Faji Konica, Jeta në Washington, duke vijuar me Pavarësia, udhëtimi I paharruar I Ismail Qemalit, duke vijuar me Esat Pash Toptanin, duke vazhduar pastaj me Pushtimin, një vepër po ashtu mjaft interesante e Ilir Ikonomit që ka të bëjë me pushtimin italian të 7 prillit 1939 dhe duke ardhur pastaj deri tek vepra e tij e fundit që ka të bëjë me Fanolin, një figurë mjaft komplekse e historisë, por edhe kulturës, por edhe politikës shqiptare, duke parë atë me një këndvështrim krejtësisht origjinal, por edhe një këndvështrim I cili na portretizon një Nol me të gjitha ngjyrat, me të gjitha këndvështrimet, por edhe me të gjitha pikpamjet e tij. Të gjitha botimet e Ilir Ikonomit do t'i gjeni tek shtëpia botuese Wet Press, e cila tani me ka vullën e botimit të gjithë veprës së Ikonomit.